Forca e vërtet fillon pas të 40 ave. Ka një moment në jetë kur trupi ndalon së faluri gabimet. Për shumicën e njerëzve, ky moment vjen rreth moshës 40 vjeç. Nuk është një alarm dramatik, por një sinjal i qartë. Mënyra si ke jetuar deri tani nuk funksionon më njësoj. Ushqimi i shpejt ndihet më i rënd. Netët pa gjumë lën gjurmë më të thella dhe lodhja nuk largohet më me një kafe. Shumë e quajnë këtë fillimi i rënjes. Në të vërtetë, është fillimi i forcës së zgjuar. Pas të 40 ave, forca nuk matet më vetëm me sa peshë ngre apo sa shpejt vrapon. Ajo matet me sa mirë zgjohet trupi në mëngjes, sa shpejt rikuperohet, sa e fortë është shpina, sa të qëndrueshme janë kyçet dhe sa energjike në fund të ditës. Forca bëhet funksionale, reale dhe e dobishme për jetën e përditshme. Dhe lajmi i mirë është ky, nuk është vonë. Madje, për shumë njerëz, kjo është mosha ideale për të ndërtuar trupin më të fortë që kanë pasur ndonjëherë. Gabimi më i madh që bëjnë njerëzit pas moshës 40 vjeç është se përpiqen të jetojnë si në të 20-at. Stërvitje ekstreme, dieta të ashpra, sakrifica të panevojshme. Trupi nuk ka më nevojë për dhunë, por për kujdes inteligjent. Forca pas të 40 ave nuk vjen nga lodhja e tepërt, por nga zgjedhjet e duhura të përditshme. Çfarë ha, si lëviz, si fle dhe si rikuperohesh. Në këtë moshë metabolizmi ngadalsohet pak. Masa muskulore tenton të ulet dhe hormonet që mbajnë trupin në formë fillojnë të bien gradualisht. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen më të dobët, shtojnë peshë më lehtë dhe humbin energjinë. Por këto ndryshime nuk janë dënim, janë udhëzime. Trupi po të thotë se ka nevojë për strategji të re. Forca e vërtet pas të 40 ave ndërtohet mbi 3 shtylla kryesore. Ushqim të mençur, aktivitet të përshtatshëm dhe ritëm të qëndrueshëm. Nuk ka nevojë për dieta të çmendura apo programe stërvitore që duken si ndëshkim. Ka nevojë për ushqime që ushqejnë muskujt dhe hormonet, për lëvizje që forcojnë pa dëmtuar dhe për zakone që mund t'i mbash për vite, jo për javë. Kjo video është krijuar pikërisht për këtë fazë të jetës. Jo për atletët profesionistë, por për njerëzit real që duan të ndihen të fortë, të qëndrueshëm dhe energjik në trupin e tyre, që duan të ngrihen nga krevati pa dhimbje, të ecin me siguri, të kenë forcë në duar, shpinë dhe këmbë, dhe të mos ndihen të lodhur nga jeta e përditshme. Forca pas të 40 ave. Pse nuk është vonë, por momenti i duhur. Shumë njerëz mendojnë se forca fizike është një privilegj i rinisë. Se pas moshës 40 vjeç, trupi dorëzohet, metabolizmi ngadalsohet dhe energjia zhduket. Kjo ide është e gabuar. Në të vërtetë, mosha 40 vjeç është pikërisht momenti ideal për të ndërtuar forcë të qëndrueshme, jo vetëm muskulore, por edhe mendore, hormonale dhe metabolike. Në këtë moshë, trupi nuk reagon më ndaj ekstremeve, por reagon shumë fort ndaj zgjuarsisë. Ushqimi i duhur, aktiviteti i zgjedhur mirë, trup më i fortë se në të 30-at, por më i mençur dhe më rezistent. Në këtë seri do të flasim për 3 ushqime kyçe që rindërtojnë forcën pas të 40 ave. Aktivitetet më efektive, jo më të lodhshmet. Si të shmangni gabimet që ju lodhin, por nuk ju forcojnë. Në pjesën 1, fokusi është ushqimi si themeli i forcës. Çfarë ndodh me trupin pas moshës 40 vjeç? Para se të flasim për ushqimet, duhet të kuptojmë çfarë ndryshon realisht. Masa muskulore fillon të ulet, sarkopenia. Hormonet e ndërtimit, testosteron, hormon rritjeje bien gradualisht. Rikuperimi bëhet më i ngadalt. Inflamacioni i fshehtë rritet. Trupi humbet ndjeshmërinë ndaj insulinës. Kjo e ka do të thot dobësi, por do të thot që trupi kërkon cilësi, jo sasi. Ushqimi 1. Proteina e pastër, themeli i forcës. Pse proteina është jetike pas të 40 ave. Pas kësaj moshe, trupi nuk e përdor proteinën aq eficient sa më parë. Kjo do të thotë se duhet pak më shumë proteinë. Duhet proteinë me cilësi të lartë. Duhet e shpërndar gjatë ditës. Proteina nuk shërben vetëm për muskujt. Ajo forcon kockat, rregullon hormonet, përmirëson imunitetin, ndihmon trurin dhe përqendrimin. Një trup pa proteinë të mjaftueshme pas 40 ave është si një shtëpi pa tulla. Burimet më të mira të proteinës për moshën 40. Vezët. Një ushqim i plot biologjikisht. Përmbajnë proteina të plota, kolin për trurin, yndyrna të mira për hormonet. 1-2 vezë në ditë janë ideale për shumicën e njerëzve. Mishi i bardhë dhe peshku. Sidomos, gjoksi i pulës, gjeli i detit, peshku i egër, sardele, salmon, skumbri. Këto proteina janë
Të lehta për tretje. Anti-inflamatore. Të pasura me aminoacide ndërtuese. Kosi grekë djathi i bardhë. Perfekt për rikuperim. Forcë muskulore. Zorë të shëndetshme. Gabimi kryesor pas të 40 ave. Të hani shumë pak protein në mëngjes. Të hani të gjithë proteinën vetëm në darkë. Të mbështeteni vetëm te buka dhe sheqeri për energji. Forca nuk ndërtohet me karbohidrate boshe. Ushqimi 2. Yndyrnat e mira, sekreti i hormoneve të forta. Nëse doni forcë pas 40 ave, duhet të ndaloni së friksuari nga yndyrnat. Ajo që duhet të shmangni janë yndyrnat e përpunuara, jo ato natyrale. Pse yndyrnat janë kritike në këtë moshë? Hormonet prodhohen nga yndyrnat. Truri ushqehet me yndyrna. Muskujt rikuperohen më shpejt. Inflamacioni ulet. Një trup pa yndyrna të mira, trup pa fuqi. Yndyrnat që ndërtojnë forcë. Vaji i ullirit ekstra i virgjër. Një ilaç natyral për zemrën, kyçet, presionin e gjakut. 1-2 lugë në ditë pa e djegur. Arrat dhe bajamet, të pasura me omega 3, antioksidant, ndihmojnë në forcë muskulore, gjumë më të mirë, rikuperim nervor, peshku i yndyrshëm. Omega 3 lufton inflamacionin, dhimbjet dhe lodhjen kronike. Gabimi që ju dobëson pa e kuptuar. Dieta pa yndyr, produkte likt dhe artificiale. Vajra të rafinuar, lule dielli, misri përpunuar. Këto shkatërrojnë ekuilibrin hormonal. Ushqimi 3. Karbohidratet e zgjuara, energji për lodhje. Pas 40 ave, trupi nuk e toleron më sheqerin si më parë. Por kjo nuk do të thotë zero karbohidrate. Sekreti është karbohidratet të ngadalta, natyrale dhe të pasura me fibra. Burimet më të mira. Patatja e ëmbël. Jep energji pa rritur sheqerin në gjak. Orizi integral dhe tërshëra. Mbajnë muskujt të furnizuar. Trurin aktiv. Urinë të kontrolluar. Perimet. Janë karbohidrate inteligjente që ulin inflamacion. Përmirësojnë tretjen. Ndihmojnë forcën afagjat. Rregulli i artë pas 40 ave. Karbohidratet më shumë gjatë ditës, më pak në darkë. Kombinohen gjithmonë me protein. Asnjëherë vetëm sheqer i pastër. Aktivitete që krijojnë forcë si një 40 vjeçar. Pa dëmtime dhe pa lodhje të panevojshme. Nëse ushqimi është themeli i forcës, lëvizja është arkitektura. Pas moshës 40 vjeç, trupi nuk ka më nevojë për stërvitje kaotike apo gara e goje. Ka nevojë për lëvizje të zgjuara, të qëndrueshme dhe funksionale. Forca e kësaj moshe nuk ka për qëllim vetëm pamjen, por aftësinë për të jetuar pa dhimbje dhe me energji. Shumë njerëz gabojnë duke menduar se duhet të ushtrohen më pak sepse janë më të rritur. Të tjerë gabojnë duke u ushtruar si të ishin 25 vjeç, duke dëmtuar nyjet dhe duke u lodhur kronikisht. E vërteta është në mes. Duhet të lëvizësh më zgjuar, jo më pak dhe jo më fort. Aktiviteti 1. Stërvitja e forcës mbrojtësiere një i trupit 5-40 ave. Pse forca është më e rëndësishme se kardioja? Pas të 40 ave, humbja e muskujve është rreziku më i madh. Pa muskuj, metabolizmi bie. Kockat dobësohen. Sheqeri në gjak rritet. Rreziku i dëmtimeve shtohet. Stërvitja e forcës nuk është luks, është domosdoshmëri biologjike. Si duhet të duket stërvitja e forcës pas 40 ave? Jo pesha ekstreme. Jo lëvizje të shpejta pa kontroll. Jo çdo ditë pa pushim. 2-3 herë në javë. Lëvizje të ngadalta dhe të kontrolluara. Fokus të teknika, jo të egoja. Ushtrimet bazë që ndërtojnë forcë reale. Squat, ulje ngritje, forcon këmbët dhe shpinën. Push-ups ose shtytje muri, forcë kraharori dhe krahësh. Row tërheqje mbron shpinën. Plank bërthama e trupit, core. Deadlift i lehtë, stabilitet dhe fuqi funksionale. Këto ushtrime imitojnë lëvizjet e jetës së përditshme. Mbrojnë nyjet. Rrisin sigurinë në lëvizje. Aktiviteti 2. Ecja e fuqishme, kardioja ideale 5-40 ave. Ecja është aktiviteti më i nënvlerësuar, por më i qëndrueshëm. Jo ecje ngadalt, por ecje me ritëm të qëndrueshëm. Pse ecja funksionon më mirë se vrapi për shumicën? Nuk dëmton gjunjët. Nuk rrit kortizolin, hormonin e stresit. Mund të bëhet çdo ditë. Ndihmon zemrën dhe mushkëritë.
30-45 minuta në ditë janë të mjaftueshme për rezultate reale. Si ta ktheni ecjen në aktivitet forcues? Mbani shpinën drejt. Lëvizni krahët me qëllim. Rritni ritmin çdo 5-10 minuta. Eqni në teren me pjerësi her pas here. Ecja e bërë siç duhet forcon këmbët, zemrën dhe mendjen. Aktiviteti 3. Lëvizja për nyjet, sekreti është shumë e injorojnë. Një trup i fort pa nyje të shëndetshme është një trup i brisht. Pas të 40 ave, fleksibiliteti dhe mobiliteti bëhen po aq të rëndësishëm sa forca. Çfarë ndodh kur nuk punoni nyjet? Dhimbje shpine, ngurtësi në qaf, rrezik dëmtimi edhe nga lëvizjet e thjeshta. Lodhje e përhershme. Aktivitetet më të mira për nyjet. Stretching i butë 10-15 minuta çdo ditë. Yoga ose pilates 1-2 herë në javë. Lëvizje rrethore për shpatullat, gjunjët, ijet. Këto aktivitete përmirësojnë qarkullimin, ulin inflamacion, përmirësojnë qëndrimin trupor. Gabime që ju shkatërrojnë forcën pa e kuptuar. Të stërvitesh vetëm kur ke motiv. Të neglizhosh ngrohjen. Të mos pushosh mjaftueshëm. Të mendosh se dhimbja progres. Forca e qëndrueshme nuk vjen nga vuajtja, por nga përsëritja e zgjuar. Si duket një javë ideale aktiviteti pas 40 ave? 2-3 ditë stërvitje force, 5-7 ditë ecje, 1-2 ditë lëvizje për nyjet, 1 ditë pushim aktiv. Kjo strukturë është e realizueshme, e qëndrueshme, efektive afatgjat. Zakone ditore që e shumëfishojnë forcën pas moshës 40 vjeç. Mund të ushqehesh perfekt, mund të stërvitesh rregullisht, por nëse zakonet e përditshme janë të gabuara, forca do të mbetet e brisht dhe e përkohshme. Pas moshës 40 vjeç, trupi nuk ndërton forcë nga shpërthime të shkurtra motivimi, por nga ritme të vogla që përsëriten çdo ditë. Zakonet janë ura mes asaj që di dhe asaj që realisht funksionon në trupin tënd. Zakoni 1. Gjumi shtëlla e padukshme e forcës. Pse gjumi është më i rëndësishëm se stërvitja? Gjatë gjumit, muskujt rindërtohen, hormonet balancohen, inflamacioni ulet, truri rigjenerohet. Pa gjumë të mirë, stërvitja kthehet në stres. Rregullat e arta të gjumit pas 40 ave. Fli dhe zgjohu në të njëjtën orë. Shmang ekranet 60 min para gjumit. Darkë e lehtë, jo e rëndë. Dhoma e errët dhe e freskët. 7-8 orë gjumë cilësor janë detyrim biologjik, jo luks. Zakoni 2. Menaxhimi i stresit. Forca e jetojë trup të tensionuar. Stresi kronik shkatëron forcën më shpejt se mungesa e ushtrimeve. Çfarë bën stresi në trup pas 40 ave? Rrit kortizolin, djeg muskujt, rrit dhjamin abdominal, ngadalson rikuperimin. Zakonet që ulin stresin realisht. Frymëmarrje e thellë 5-10 minuta në ditë. Ecje në natyrë pa telefon. Shkrimi shkurtër për çlirimin e mendjes. Muzikë e qetë në mbrëmje. Një mendje e qetë ndërton trup të fortë. Zakoni 3. Hidratimi. Energjia është shumë e harrojnë. Dehidratimi i lehtë pas 40 ave. Ul forcën. Rrit lodhin. Shkakton dhimbje kyçesh. Si të hidratoheni siç duhet. Ujë sapo zgjoheni. Ujë para çdo vakti. Jo vetëm kafe dhe çaj. 2-5 litra ujë në ditë janë minimumi për shumicën. Zakoni 4. Ritmi i ushqimit. E karakter biesh, për e karakter duhet. Trupi pas 40 ave nuk i pëlqen kaosi. Çfarë ndodh kur hani pa orar? Sheqeri në gjak luhatet. Energjia bie. Dhjami ruhet. Zgjidhja. 2-3 vakte të plota. Proteina në çdo vakt. Darkë më e lehtë se dreka. Rregullsia krijon siguri metabolike. Zakoni 5. Qëndrimi trupor. Forca e shihet dëhërndihet. Qëndrimi i keq. Dobëson muskujt. Shkakton dhimbje. Ul energjin. Mini zakone për qëndrim të fortë. Shpatullat pas, gjoksi hapur. Pushime çdo 30-60 minuta ulur. Telefoni në nivel sysh. Forca fillon nga mënyra si qëndron. Zakoni 6. Konsistenca. Sekreti ërmu mund talentin. Nuk ka rëndësi çfarë bën një javë. Ka rëndësi çfarë bën për muaj e vite. Si të qëndroni konsistent. Programi thjesht. Objektiva reale. Pa perfeksionizëm. Forca nuk ka nevojë për perfeksion, ka nevojë për vazhdimsi. Gabime që ju vjedhin forcën pas moshës 40 vjeç.
edhe kur mendoni se po bëni gjithçka siç duhet. Shumë njerëz mbi 40 vjeç thonë të njëjtën fjali. Po ha më pak, po lëviz më shumë, por ndihem më i dobët. Problemi nuk është mungesa e përpjekjes. Problemi është drejtimi i gabuar. Pas kësaj moshe, trupi nuk fal më gabime të vogla që dikur kalonin pa u ndjer. Ato grumbullohen dhe shndërrohen në lodhje, dhimbje, shtim peshe dhe humbje force. Le t'i shohim një nga një gabimet më të zakonshme. Gabimi 1. Të hash pak duke menduar se të jesh i fortë. Një nga mitet më të rrezikshme pas 40 ave është ideja se duhet të hash gjithnjë më pak. Çfarë ndodh realisht? Muskujt nuk marrin mjaftueshëm lëndë ndërtuese. Metabolizmi ngadalsohet. Trupi futet në modalitet mbijetese. Forca bie, jo rritet. Forca nuk ndërtohet me uri, por me ushqim të zgjuar. Gabimi 2. Kardio e tepërt, forcë e pakët. Shumë njerëz ecin, vrapojnë ose bëjnë biçiklet çdo ditë, por shmangin stërvitjen e forcës. Pasojat: humbje mase muskulore, trupi dobët por i lodhur, metabolizëm i ulët, kyçe më të brishta. Kardioja është e shëndetshme, por pa forcë është e pamjaftueshme. Gabimi 3. Stërvitje shumë të shpeshta për rikuperim. Pas 40 ave, rikuperimi është po aq i rëndësishëm sa stërvitja. Shenjat e mungesës së rikuperimit: dhimbje të vazhdueshme, pagjumësi, nervozizëm, rënje performance. Trupi nuk forcohet gjatë stërvitjes, por gjatë pushimit. Gabimi 4. Injorimi i dhimbjeve të vogla. Do kaloj vetë është fjalia që çon në dëmtime të mëdha. Çfarë ndodh kur injoroni sinjalet? Inflamacioni. Dëmtime të nyjeve. Ndalesa të detyruara në aktivitet. Dhimbja është informacion, jo armi. Gabimi 5. Dieta tër modës është shkatërrojnë balancën. Dieta ekstreme. 0 karbohidrate. 0 yndyrë. Agjërime pa kontroll. Këto mund të japin rezultate të shpejta, por ulin hormonet, rrisin stresin, dobësojnë muskujt. Forca kërkon ekuilibër, jo ekstrem. Gabimi 6. Të krahasohesh veten e para 20 viteve. Ky është gabimi më i heshtur, por më shkatërues. Pse është i rrezikshëm? Rrit frustrimin, ul motivimin, shtyn drejt vendimeve të gabuara. Trupi yt sot ka nevoja të ndryshme. Respektoi. Gabimi 7. Të mendosh se është vonë. Ky është gabimi më i madh nga të gjithë. E vërteta, muskujt reagojnë në çdo moshë. Forca mund të rritet edhe pas 50-60 vjeç. Trupi është i adaptueshëm. Është vonë vetëm kur heq dorë. Si të korrigjoni këto gabime me njëherë? Hani mjaftueshëm dhe me cilësi. Kombinoni forcë ecje. Pushoni pa ndjenja faji. Dëgjoni trupin. Zgjidhni qëndrueshmërinë. Përmbledhje e pjesës 4. Mos hani shumë pak. Mos bëni vetëm kardio. Mos neglizhoni rikuperimin. Mos injoroni dhimbjen. Mos ndiqni ekstremet. Mos jetoni në të shkuarën. Ndërtoni forcë me mençuri. Plani i thjesht për të krijuar forcë si një 40 vjeçar, pa stres, pa ekstrem, pa dorëzim. Forca nuk është diçka që ose e ke, ose e humbe. Ajo është një proces. Pas moshës 40 vjeç, forca nuk ndërtohet më me impuls, por me vendime të vogla të marra çdo ditë. Nëse ke lexuar deri këtu, tani nuk ke nevojë për më shumë informacion. Ke nevojë për qartësi dhe veprim. Kjo pjesë e fundit nuk është teori, është plani që mund ta nisësh sot. Hapi 1. Ndërto pjatën e forcës e ditë. Çdo vakt duhet të ketë këtë strukturë të thjeshtë. Proteinën si bazë. Vezë, peshk, mish i bardh, kos grek. Pa protein nuk ka forcë. Perime për stabilitet. Sa më shumë ngjyra, aq më mirë. Ulin inflamacionin dhe ndihmojnë rikuperimin. Karbohidrate të zgjuara. Patate e ëmbël, oriz integral, tërshërë. Energji pa lodhje. Yndyrna të mira. Vaj ulliri, arra, fara. Hormone të forta, nyje të shëndetshme. Rregull i artë. Nëse vakti yt duket i varfër, edhe forca jote do të jetë e tillë. Hapi 2. Lëviz se një trup i mençur, ose një trup i dëshpëruarjava ideale pas 40 ave. 2-3 ditë stërvitje force. Ushtrime bazë, pa ego. Ecje çdo ditë. 30-45 minuta. Lëvizje për nyjet. Stretching, yoga, mobilitet. Një ditë pushim aktiv.
Trupi ka nevojë të rikuperohet. Forca nuk kërkon orë të tëra. Kërkon rregull. Hapi 3 LSS prit rezultate. Nëse fle pak, hormonet bien. Muskujt nuk rriten. Trupi ruan djam. 7-8 orë gjumë çdo natë janë pjesë e planit, jo opsion. Hapi 4 Hëre dorë ag perfeksioni. Një javë e keqe nuk e shkatëron forcën. Dorëzimi po. Rregulli 80 bë 20. 80 i bëje siç duhet. 20 i jeto jetën. Forca ndërtohet nga qëndrueshmëria, jo nga obsesioni. Hapi 5 Dëgjo trupin, zërat e gëjasht. Në këtë moshë, trupi yt është mësues. Dhimbja është sinjal. Lodhja është mesazh. Mos ndiq çdo këshill online. Ndiq atë që funksionon për ty. Plani 7 ditor i thjesht model. E hën forcë ecje. E martë ecje mobilitet. E mërkur forcë. E njëjtë ecje. E premte forcë stretching. E shtun ecje në natyrë. E diel pushim aktiv. I thjesht. I realizueshëm. Efektiv. Çfarë fiton kërëndje këtë plan? Trup më i fortë. Më pak dhimbje. Energji e qëndrueshme. Vetbesim. Jetë më cilësore. Forca nuk është luks. Është mjet për të jetuar mirë. Mesazhi final. Pas moshës 40 vjeç, forca nuk ka të bëjë me të provuar diçka ndaj të tjerëve. Ka të bëjë me të ngritesh pa dhimbje, të lëvizësh me siguri, të ndihesh mirë në trupin tënd.